se nuk ka vlerë, e diskutove këtu qa vlerë. E rëndësishme është të ndërhy prokuria dhe të ndërhy në kushtet e flagrancës dhe të luftoj krimin zgjedhor në kohë, se të merr mandatin tjetër dhe të rrof hetimi pastaj. Duhet patjetër të parandalohet çdo individ, çdo njeri i cili tenton të ndryshojë vullnetin e zgjedhësve dhe kjo absolutisht që duhet bërë. Problemi është që ne nuk duhet ta nxjim procesin zgjedhor për sa kohë nuk ka prova dhe fakte që po bëhet një gjë e tillë. Duhet të vazhdojmë, duhet jemi fokusuar të gjithë palët politike tek qytetarët, tek zgjedhësit, për shprehur programin, osimisht për të kërkuar mbështetjen e kandidatëve të regjistruar kanë detyrën. Do të shfaqemi minimum respektin ndaj institucioneve. Për cilin institucion? Deklarata zyrtare e SPAK-ut të bën me dije që ka sa ishte 26 të mbajmën procedim penal të regjistruar për krime zgjedhore. Një pjesë e tyre të nisura kryesisht. Ka nga majoranca për opozitën. Të nisura kryesisht. Grusha në Dibër, 500 euro në Lushje. Se Nipi Xhelalit s'është subjekti i SPAK-ut apo s'është shkon ai filmon takimin e Partisë Demokratike. Nipi këtij kemi atë pastaj 500 euro të ndryshuara në Lushje, edhe ajo situatë. Shiko, jemi proces zgjedhor. Sigurisht që do ketë problematika që ndikojnë drejt për drejt. Provon se ka regjistruar procedime penale. S'po nxin opozita, zotëri. Është fakt që ka procedim për krimin zgjedhor. Sot për sot zgjedhjet po shkojnë mjaft mirë. Unë shikoj në kamës më. Të gjithë kandidatët janë në harmoni të plotë, si ato të koalicionit djathtë, vazhdojnë fushatën e tyre të qetë pa probleme. Degratë fort, harmoni të plotë opozita dhe majoranca. Jo me njëri tjetër. Po vazhdojnë them fushatën pa shqetësuar, pa probleme. Partia Socialiste me kandidatët vazhdon fushatën fuqishëm në gjitha zonat elektorale të mbuluar në mënyrë perfekte, se ka dhe gjë. Se këto qahen pastaj se na i mori Rama zgjedhjet. Jo, ç'a bën Rama? Rama është treguar mjaft i zgjuar dhe ka bërë një studim shumë serioz. Të gjitha zonat zgjedhore, të gjitha komunitetet, ju ka vendosur njerëz përfaqësues, asnjë komunitet, asnjë nuk ka njerëz jashtë komunitetit tuaj. Jo, janë gjitha të mbuluara. Ore ti ke, edhe mos them që dhe çështjet fetare gjithë i kanë, ke katolik, ke ortodoks, ke musliman, ke verior, ke jugor, ke venali, ke të arsimit, ke të shëndetësisë, ke ish punojës policisë. Ose bove që Rama mos është praktike njohur, edhe Partia Demokratike i ka të reflektuar, po në listën e çdo qarku. Po letënis nuk është në gjetje Edi Ramës se vendosi katolik dhe i musliman në listë burg. Se vendos një komunitet që di Dibran dhe një venali Tiranës. Qa është parlamenti? Po përfajsi pra. Po jo më se puna e bosi ku Edi Rama bërë një shpike edhe nëse një duhet. Jo më se këtu fillon, se unë e kam thënë që kur janë ndarë ditën që janë ndarë kandidatët. Lufta është fituar, ose beteja është fituar ditën që e nëhedhe ekipet në fush. Nuk fitohet beteja sot. As nuk bëhet sot fitohet. Kandidatë opozitës si shikon më të dobët apo më? Sigurisht që janë, ti a ke primare? Tu larguan figurat më të mira nga primare, tu lanë jashtë. Ilir Ali Mehmeti, një doktor, një njeri i cili ka kontribut, një njeri i cili e du qytetarë, u la jashtë listave. Tjetri në Elbasan, një njeri mjaft i pëlqyer, u la jashtë listave. I pari në Elbasan. Po, këto janë dëme të cilat vinë. Po është Auret Bylykbashi, që është makineri votash, po pse më është njeri, është fundor partie, që ka respekt. Po pse më veç dash Sula çeka sipas terë. Po maksimizimi pra, sa përfaqëson Peqinin, sa me gjithë respekt, e sa qyteti i Elbasanit. Po jo, po pse e baltos listën e PD-s? E njeh Auret Bylykbashi. Po bëj fushatë me Lambertë. Është super çun. Ka respekt nga strukturat, nga njerëzit, nga qytetarët, nga gjithë. Është makineri votë. Duhet listë, duhet edhe në 2000 se nishin listë. Edhe u la jashtë. Se si do penalizohet i cili luftën më të madhe ke në burimet njerëzore që ka pas Partia Demokratike dhe nuk e shfrytzuar maksimalisht. Parlament më aktiv sa i zotëria. Baltos procesin. Unë kam pas edhe në studio, e kam pas edhe Sula. Edhe ka bërë protestat më të forta dhe më do ta kem në orën 5, kështu që mos flasim shumë për. Do ta kem. Jo. Tani se unë nuk doja ta bëja konkrete, por me që listën e Elbasanit, listën e Elbasanit me mungesën ose jo, apo ta fokusosh me emër dhe ti të hedhësh poshtë gjithë atë listë. Janë lënë 10 kryesuesi i listës së Partisë Socialiste në Elbasan, tu paraqit në prokurim para 2 ditësh. Janë lënë 10 figura kryesore të opozitës. Lista e Partisë Demokratike është lista e paradës para SPAK-ut, zotëri. Dakor? Është paradë para SPAK-ut. Është petale e Partisë
socialiste, njerëz pa identitet politik, njerëz pa kontribut politik, dhe i ka vendosur aty. Po, pra po, këto dy kategori ka Nisa, jo po se na e theti, beteja ishte e humbur pa Nisa akoma, jo zotëri, jo e ke gabim. Vend që një opozit hapet, edhe trasi intelektualet më të mirë këtij vendi. Jo, kush është intelektual? Ato që paraqiten këtë derë spakut, kush është intelektual? Kush? Do shkomi morë ke aty apo ke forca të tjera politike. Kush është intelektual? Je opozit që